Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Ka një breng që mundon shumë besimtarin edhe besimtaren. Bjen në mëkat, pendohet, pastaj dobësohet, kthehet prapë në mëkat, pastaj pendohet e kështu me radhë. Sa herë që bie zemra i dhem, sa herë që kujton ato që ka bërë, ndjen peshën e gabimit, edhe ndoshta fillon të mendoj se pendimi i tij sikur nuk po ka vlerë. Por ju, vëlla dhe motër nderuame, spari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çdo biri i Ademit është gabimtar, e gabimtarët më të mirë janë ata që pendohen. Përderisa zemra jote ende dhemb për mëkatin, përderisa ende pendohesh edhe friksohesh Allah subhanahu wa taala, edhe nuk gjen rahati me gjunahun, dije se në zemrën tënde ka ende mirësi. Një prej mirësive të mëdha që Allahu ja jep robit tij është një ndërgjegje e gjallë, një zemër që nuk rahatohet me të keqen, me mëkatin. Sepse pendimi është mirësi prej Allah subhanahu wa taala, edhe nuk hidhet në një zemër të vdekun. So dorzo, pendohu sa herë që bie në mëkat. Mos lejo që shejtani të rrezoj dy herë. Herën e parë duke të shtyr në mëkat, ndërsa herën e dytë duke ta fut dëshpërimin dhe duke të larguar nga pendimi. Allah subhanahu wa taala kur i përmend të devotshëm thotë, dhe janë ata të cilët kur bëjnë ndonjë vepër të keqe apo bëjnë pa drejtësi vetes, e kujtojnë Allahun dhe kërkojnë falje për gjunahet. E kush i fal gjunahet përveç Allahut dhe nuk ngulmojnë me vedijen e gabimeve që kanë bërë. Por, bë kujdes, mos lejo që mëkati të bëhet i lehtë për ty, sepse njeriu kur fillon të ndihet rahat me haramin, zemra prishet nga pak. Sot çon pas mëkatit ndërsa nesër jo, sot zemra dhem ndërsa nesër mund të jetë i zakonshëm ai mëkat. Prandaj ruje zemrën tënde me pendim të vazhdueshëm edhe duke u larguar nga shkaqet që të çojnë drejt mëkatit. Kujtoj mirësitë e Allahut ndaj teje dhe çastin kur ti e kundërshton atë. Kush ta jep frymën që po merr. Kush ta ka dhënë shikimin, dëgjimin edhe gjymtyrën me të cilën ti ndoshta po i kryen mëkat Allah subhanahu wa taala. Kush po ti mbulon gabimet kur ti po rrshet. A nuk është Allahu ai që po donte do t'i zbulonte ato para njerëzve. Megjithatë nga mëshira e tij, ai ti mbulon dhe vazhdon të jep mirësi dhe njerëzit vazhdojnë të kenë mendim të mirë për ty prap. Kur robi e kujton këto, zemra mbushet me turp për Allah, turp që e shtyn tek Zoti i tij, të kthehet me përulje dhe pendim. Prandaj nëse bien mëkat, prap ngrihu më një herë, pendohu, kërko falje, shtoj veprat e mira dhe mos qëndro tek dyrët e gjunat, sepse ai që qëndron tek një derë e gjunat nuk është e habitshme që ai të hyjë një ditë në atë derë. Andaj lutë Allah subhanahu wa taala duke thënë, Allahu unë kam bërë pa drejtësi vetes ime, më fal, sepse më të vërtet vetëm ti i fal gjunat. Dhe mos harro prapë se zemra që dhem pas mëkatit është ende zemër e gjallë. Lufta jote me mëkatin nuk është shenjë humbje. Humbja është e vërtetë kur zemra pushon se luftuari dhe nuk ndjen më. Andaj vazhdo të trokitesh në derën e mëshirës së Allah subhanahu wa taala. Allah na forcoft zemrat tona, na zbukuroft me pendim dhe mos na largoft kur dritën e udhëzimit. Innahu huwa as-sami'u du'a.